Mirë, po e diskutojmë me mysafirin që kemi në studio, dikur e kemi pasur goxha shpesh sepse është profesionist sigurisht edhe kemi folur për aspekte të ndryshme, për integrim evropian, mbaj mend edhe për disa aspekte të tjera. Për MSO-n, liberalizimin e vizave disa herë në vitet e kaluara, po besniku mandej ka një shkputje sigurisht nga paraqitjet publike, po na thotë që një 3 vjet e gjysmë duket besnik apo jo. Tash e ka një detyrë të re, komplet të re që ka marrë për një 2 javë pak ditë sigurisht që kanë kaluar dhe është drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare, sigurisht një post me shumë përgjegjësi, sepse kemi parasysh që përfaqëson një 200 kompani apo jo gjermane që janë në Kosovë. Edhe vendore, sigurisht po gjermano-kosovare. Edhe flasim për vizionin e Odës Ekonomike pra gjermano-kosovare në sytë edhe në planin që ka besniku, por edhe për bashkëpunimin me institucionet vendore. Mirëmëngjesi besnik, mirë se erdhe, edhe faleminderit që je në intervistën e parë. Mirëmëngjesi edhe mirë se ju gjeta. Që them një informat, është domethënë dalja ime e parë publike në media mas ty në viteve, po si drejtori i Odës Ekonomike Gjermane me qëllim e kam zgjedhur të kënë si transmetuesi publik me bo paraqitjen e parë. Faleminderit edhe për ftesën që më keni bërë. Faleminderit dy fish pra edhe prej nesh. Fakt si edhe deri te kjo pozitë. Ke pas detyrat e tjera, angazhimet e tjera. Po edhe tash ti e ke edhe shkollimin në vende gjermano-folse apo jo? Faktikisht në anglisht folse, po kam studiuar më herët edhe kam kryer kurse të ndryshme edhe në gjuhën gjermane, po këto ishte një konkurs, ka qenë konkurs i hapën, ku kam aplikuar dhe pastaj pas përzgjedhjes nga bordi i Odës Ekonomike Gjermane, i cili përbëhet edhe nga bizneset të cilat e përkrahin Odën, nëse janë anëtar të Odës, por edhe nga ambasadat gjermane dhe institucionet tjera, është bërë përzgjedhja në mes disa kandidatëve dhe tash nesër bën 2 javë prej që kom fillu këtë detyrë të re. Që janë 2 javët e para? Shumë interesant, shumë me perspektivë të madhe, Odën e gjeta me një gjendje shumë të mirë, me një staf mrekullueshëm, me një punë shumë të mirë që e kam bërë, edhe po besoj që kam pas mundësi me zhvillu dhe matutja dhe me ngrit në nivel tjetër. Në fakt, kur lexova besnik që i keni i përfaqësoni si më thon pak a shumë mbi 200 kompani apo 200 e disa kompani që janë të gjermane në Kosovë ose kompani të shqiptarëve që janë sigurisht nga atje, po kjo pak ka rëndësi. U duk shumë, se në fakt ka njerë ke përshtyme që jeni përfaqësuesi disa bizneseve, po nuk ndalimit e numrat si qytetar, po themi si njerëz të zakonshëm, nuk i analizojnë numrat. Janë goxha shumë apo jo? Janë edhe shumë edhe mira e kompanive të cilat janë anëtar të Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare është që janë të fushave të ndryshme, domethënë industrive të ndryshme, dhe ato mandej e përbëjnë një pasuri në vetvete, sepse ne nëpërmes tyre ose duke ju ndihmuar aty, ne faktikisht i ndihmojmë gjitha industrive të Kosovës. Këto është shumë e rëndësishme ta përmendim që ka dhe kompani gjermane që kanë investuar në Kosovë ose që dojnë më ardhmë me investu. Kemi investitorë të cilët i kemi përkrahur, për shembull, prej 2017-s, ma shumë se 100 kompani që kanë pas interesim me investu në Kosovë, i kemi përkrahur. Veç vitin 2024 janë ma shumë se 35 kompani që i kemi përkrahur. Këto kur e them, domethënë po duhet janë me cek, nuk është merite jamja, se nuk do ishte korrekte ndaj prej kolegëve nëse ama te ke marrë në një moment caktuar madhe e kam bërë edhe po shpresoj që mujna me bërë dhe ma shumë. Në fakt, cili është roli i një Odë, në rastin konkret i Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare? Roli jonë... është ndërmjetësuesi? Unë po flasë për rolin e Odës tonë, është ndërmjetësues në mes të bizneseve të Kosovës dhe atyre gjermane. Në një anë, nëse kompani gjermane kanë interesim me investu në Kosovë, ne jemi aty për t'i përkrahur. Domethënë prej fillimit, prej interesimit të parë që kanë, ose na edhe interesimin ja u krijojnë, sepse në përmes institucioneve që bashkëpunojnë, qofshin gjermane, qofshin kosovare, ne shkojmë e bojmë promovimin e Kosovës si vend atraktiv për me investu. Edhe në për panajiret ndryshme në për Gjermani e nëzisim interesin mundohemi me nëzit interesin e kompanive. Dhe kjo ka pas sukses, edhe ato pastaj vinë në Kosovë dhe konsiderojnë, analizojnë tregun, shojnë a kanë partner me cilët mujnë me bashkëpunu, dhe nëse vendosin. Për shembull, në rast konkret, javën e kalume kishim promovimin e fabrikës të një kompanisë në industrinë automotive, quhet Munda, këtu e ka marrë Munda Kosova, është një bashkëpunim mes 2 kompanive gjermane, të cilët kanë ardhur në Kosovë me prodhu tapacirin, atë tekstilin e makinave të Audis. Është një teknologji e re, shumë moderne, inovative, ku është ndërlidh tekstili me fibrat LED,
edhe makinat më të reja 2025 A4, A6 që do prodhohen e kanë tapacirin të prodhon Kosova? Në Obilic. Në Obilic, okej. Të Obilicit, të Miloševa e kanë fabrikën edhe ishin përfaqësuesve e fabrikave gjermane që janë shumë të mëdha, që kanë kompani në për gjithë botën, fabrika kanë qelë edhe në Kosovë. Domthonë është një ndër investimet më të mëdha. Është investim edhe i madh apo? Investim i madh, po me teknologji të re, me trajnimet të stafit. Me punëtor, një numër të madh punëtor kosovar, domethënë kjo na pikë këtyne kena benefite shumë fishta, përpos që domethënë zhvillohet investimet në Kosovë, mbahet edhe rinia kosovare në Kosovë, bihet teknologjia e re, ata trajnohen, ka shumë perspektiva të mira. Edhe kjo është diçka që më ka nxit, me ta thonë të vërtetën, kur jo vetëm ky rast, po përgjithësi kjo natyrë e punës më ka nxit me apliku për këtë pozitë dhe me u marrë me udhën se pesha që ka një potencial mirë me shty përpara. Në fakt veç pas pak po në Obilic, dikon në rrethin e Obilicit është edhe një mik që kam një shqiptar që ka biznesin në Gjermani dhe që po don me hap një nuk e di si më quhet kamion që merren, po mandej ata për shtatën, për rrethona të tjera dhe mandej kanë me eksportu. E ftojmë publikisht, le ta kontaktojnë, kolegët e mi janë shumë të mira, janë zonja 3 janë mosh, po shumë përgatituna dhe shumë përkushtume, ato me shumë dëshirë ndihmojnë me u integru në tregun e Kosovës, ndihmojnë me gjetë partner me cilë mund me bashkëpunu, furnizimin, ja shpjegojnë bazën ligjore, gjitha çështjet që ai nevojitën. Kjo është një përparësi e jashtëzakonshme në fakt që e kanë bizneset, apo jo edhe shqiptare edhe gjermane në këtë rast. Edhe të Kosovës që dojmë investu në Gjermani, i kemi marrë. Edhe ajo në anën tjetër. Vitin e kaluar 4 kompani kosovare i kemi përkrah që kanë pas interesim, kështu që mandej vendimi është i tyre, dojnë ata me investu, sa dojnë na nuk hyjmë në ato pjesë, na jemi ajo mjeti i punës i cili ja u lehtëson, po mandej vendimin biznesor se cili e bën. Ama ju jeni aty edhe për konsulta, apo edhe për këshillime dhe ndoshta nuk e di nëse e merrni edhe këtë përgjegjësinë që më dhanë edhe mendimin final, në bazë të perspektivës tuaj tek e fundit. Mundohemi, domethënë mos me qenë ata që ndikojnë, mirë, po normal që çdo këshill që na kërkohet na e ofrojna, po vendimin përfundimtar duhen ata me marr. Që është me rëndësi është që në Gjermani ka shumë organizata të cilat mirën me zhvillimin ekonomik atje. Edhe na ose jemi pjesë e tyre, ose kemi bashkëpunim shumë ngushtë. Kështu që na kur shkojmë, kur ka një investitor e interesuar për Kosovës me investu në Gjermani, na e kemi shumë lehtë me partnerët tonë që i kemi në Gjermani, me i kriju kontaktet, me jau shpjegu bazën ligjore, me ju ndihmu me gjetë edhe vend nëse vendosim për shembull me ndërtu ndaj fabrikë ose me hap një biznes atje. Partnerët tonë gjerman që janë organizata shtetërore ose kanë status jo qeveritar, ato ju ndihmojnë, domethënë, për me hyrë në tregun. A ka të tillë që shqiptarë që të Kosovës që jetojnë në Gjermani dhe që kanë investimet e tyre, ka shumë edhe dim, po nga Kosova që dojnë me shku me investu në Gjermani. Si stash vitin e kaluar 4 kompani kemi këshillu për me hyrë. Normal, hyrja në treg merr kohë, nuk vendosin kompanitë brenda natës, sepse është investim strategjik edhe i shtrajt edhe me përgjegjësi. Këto duhet me thonë, për shembull, nëse na vendosim me prodhu për tregun evropian, normal që duhet me plotësu disa standarde, edhe ato standarde nëse si plotëson, ose sun hyn treg fare, ose edhe nëse hynë nuk i plotëson mandej standard, mund me pas probleme të ndryshme. Po e njëjta vlen edhe për kompanitë që prodhojnë për ndonjë furnizues gjerman, edhe ligjet edhe përgjegjësitë vlen edhe për kompanitë tona. Për shembull mbrojtja e ambientit, respektimi i drejtave të njerëzit e sende të tjera, janë kritere të cilat kompanitë gjermane i këshyrin koqasi për së afërmi, edhe kompanitë tona duhet me qenë sigurta kur hyjnë në këtë transakcion që i plotësojnë kriteret e nevojshme. Në fakt, besnik gjithmonë kemi folë, ta zëmë sërç ka rafjale, kemi folë për ta zëmë investime që po vinë shumë të mëdha në Serbi, po vinë shumë të mëdha investime gjermane në rast konkret, me që po flasim me Gjermane, se edhe të vendeve të tjera, ose në vendet që neve në rrethojnë, nuk po vinë të tillat edhe në Kosovë. Domethënë vinë sporadikisht jo në shumë të mëdha, jo në investime shumë të mëdha. Pse ka ndodhur atëherë, pse ka ndodhur deri më tash realisht sipas perspektivës tuaj, edhe çfarë duhet me ndryshu në mënyrë që me qenë atraktiv edhe për ata investitorë. Si stash, jam që 2 javë këtu, po për përvojës teme më herët duke analizu tregun e Kosovës edhe të rajonit, ka disa arsye. Kosova domethënë ka një status endet pa rregulluar edhe është pjesë e një konfliktit ngrirë, edhe normalisht që edhe investitorët hezitojnë me investuar shumë në vende të tilla. Përderisa shtetet e rajonit
prapë se prapë gëzojnë një farë lloj stabiliteti ma të madhe dhe edhe ka një ekonomi ma të zhvillume. Këto duhet edhe pajtomi besoj pej kohës të Jugoslavisë, shumë autoindustria nuk ka qenë në Kosovë, ka qenë në përishë Republikat e Jugoslavisë, po da elemente diçka produkte amortizuar për shkak. Po diçka po, edhe ato kanë hupën tash me këtë privatizimin që e kemi bë, ato kapacitete njerëz nuk janë, mo ata që kanë punu, fabrikat nuk janë, pajisjet nuk janë, lidhjet biznesore kanë hupën, domethënë ndërsa në vendet tjera sa do pak janë majtën ato edhe ka domethënë një farë trashëgimi. Po në Kosovë unë kisha pas dëshirë më shumë me kthyer përpara. E qartë. Çka mundemi na. Ideja me fiksuar që ka ndodhur, që ka qenë gabim, në mënyrë që me pa përpara. Pse kjo ishte ideja? Na si Kosovë kemi një rritje shumë të madhe në ofrimin e shërbimeve online. Domethënë kompanitë tona ty falenderu moshës të re të popullatës, njohjes të gjuhëve tuaja, gjermanisht, anglisht, po edhe njohurive tjera në IT, në sektor tjerë kanë arrit me trefishu, domethënë eksportin e shërbimeve jashtë vendit. Kanë fillu edhe eksportet tjera. Ende jemi në një nivel jo nashta shumë të kënaqur në të cilin kishim pas dëshirë me qenë, mirë po, e gjithë kjo mundet me u përmirësu dhe kjo përmirësohet duke pas politika sa ma favorizuese për tërheqjen e investimeve tuaja në një anë, në tjetër anë duke i ngrit kapacitetet brenda vendit, qofshin në infrastrukturë, qofshin edhe në kapacitete njerëzore. Që dyat janë sfida në vete që po flasim. Pas pak në vizionin tënd, Besnik, çfarë mendoni se thonë, çka quan sukses ti brenda këtij mandati, se ti edhe kur ke konkuruar ty edhe kur ke fitu pozitën, e keni strategji të punës. Po, sukses ose vizioni im personal është që ti ndihmojmë të arrijmë me ndihmu kompanive kosovare sa më shumë që dëshirojnë me investu në Gjermani, që të vendosen atje. Ti po mendon që është shumë e rëndësishme kjo apo jo? Po mendoj që është shumë e rëndësishme sepse na e kemi deficitin tregtar shumë të ulët, domethënë faktikisht shumë më shumë, po me krejt shtetet. Me krejt, po edhe me Gjermani. Shumë më shumë importojmë se sa që eksportojmë gjithandej. Një dyta është të ndihmoj bashkëdhëtarët tonë, diasporës tonë, të cilët edhe i ftoj edhe me këtë rast. Ata që punojnë në kompani të ndryshme gjermane, që kanë lidhje me kompani, që kanë interes me anë Kosovë, i ftoj të na kontaktojnë edhe na mandej marrim me një profesionalizëm të cilin e kam pa edhe në Gjermani, do e gjejnë edhe të ne, ku do i trajtojnë, domethënë, çdo kërkesë tyne me përpikshmëri. Edhe e treta mandej është normalisht kompanitë gjermane të cilat dëshirojnë të investojnë në Kosovë, sepse ato fonde e zhvillojnë Kosovën, ato krijojnë vende të lira të punës, ato binë know-how, binë njohuri dhe teknologji të reja të cilat na nuk i kemi, i binë në vendin tonë edhe në këtë mënyrë na arrim me zhvillu Kosovën shumë ma shumë se sa që apo në që është e mundshme kjo edhe cila është pengesa që e shihni që mund të dalë rrugës? Këtë janë të mundshme, po normal është deri në cilin nivel, se këto nuk janë domethënë diçka që përfundojnë, këto janë kjo vizion afatgjatë i cili edhe pa mu duhet me vazhdu, kështu që normal që do të ketë vështirësitë janë të ndryshme, na duhet kemi një farloj sigurie, stabilitet edhe politike edhe institucione funksionale në vendin tonë. Të gjitha këto janë para kushte për investitor të arshëm edhe për ta përmirësu imazhin e Kosovës. Domethënë nëse ne kemi një imazh stabil dhe të mirë ku produktet made in Kosovo gëzojnë një respekt në për tregje evropiane, ku kompanitë tona i zbatojnë kriteret dhe standardet e nevojshme, atëherë ky vizion është shumë lehtë i arritshëm. Nëse është e kundërta, atëherë është shumë vështirë me tërheq dikon me investu në Kosovë, edhe shumë vështirë me plasu një produkt Kosovës në një vend evropian si Gjermania. Se mos të harrojmë, nëse kompanitë tona hyjnë në Gjermani, realisht kanë hyrë në këtë Evropë. E vërtet po. Treg prej 450 milionëve, tregu më i pasun në botë me blerje më të mëdha në botë, treg më të pasun nuk ka për kokë banorit. Kështu që është një mision shumë. Po mande flasim edhe për kapacitetin e kompanive tona, sepse veç Gjermania është 80 sa milion, 2-3 milion, domethënë edhe po flasim për kapacitetet që ende janë të vogla të kompanive tona me i përmbush nevojat e tregjeve të mëdha. Realisht kurimet e kjo, Besnik, çfarë mendoni se mund të jetë një sektor ose disa sektor që munden me pas potencial për investime të tilla, përveç shërbimeve që i ofrojnë të zonë në aspektin teknologjik? Po, shërbimet janë edhe nuk duhet milionën ato, edhe pse janë fuqizuar ato munden ende me u rritën. I thojnë business process outsourcing, ma shumë na kemi kapacitet ndoshta me ofru shërbime dhe produkte, i thojnë business to business, ku një biznes i ndihmon një biznisi tjetër.
qofshin me prodhimin e produkteve të gatshme ose gjysmë të gatshme, gjysmë fabrikume. Për shembull, jo hiç më larg se javën e kaluar në zyrët tonë, ne kemi pas një kompani gjermane e cila janë të interesuar me prodhu materiale elektronike, kabla, shtekjera e kësi gjëra tjera, kanë interesim të investojnë në Mitrovic. Ishin në Kosovë, i kemi taku me institucionet kryesore. Dua të them edhe të falenderojmë doganës, ATK-s edhe BÇK-s, organizatave tjera të cilat i kanë prit me dur të hapura dhe ju kanë jap gjitha informatat e nevojshme. Kanë qenë pastaj Mitrovice, kanë interes të investojnë në Mitrovic, shkaku i një bashkëdhetarit tonë që jeton atje, domethënë ai është urdhëllëse, edhe vjen originalisht vjen nga Mitrovica dhe ka dëshirë që investime të shkatje që shumë normale. Po edhe atje komuna Mitrovicës me stafin e tyre, me bizneset që operojnë në Mitrovici kanë prit shumë mirë, i kanë prit, ja u kanë tregu gjitha kapacitetet që i kanë. Këtë javë kemi një tjetër që është interesuar në disa produktet metalit për prodhime që i vynë aty në për prodhimin e tyre. Kështu që do më thonë, mendoj që ka potencial edhe ka interes edhe duke pa gjendjen geopolitike që ka ndodhur në botë. Një farloj krize ekonomike që ka ndodhur në vende tjera, kjo ka njerë mundet me qenë edhe përparësi për një vend jo shumë zhvilluar si Kosova, sepse thjesht na mundemi mi ndihmu aty në me u bo ma kompetitiv, duke qenë ma të lirë, se ne fuqia punëtore është ma e lirë, jena të ri, e dina gjithë çfarë moshe mesatare kemi, flasim gjuhë të huja edhe kemi njohuri në IT, kemi letë, domethënë i adaptohemi. Mandej është një farë mangësie, për shumë, sa herë që vjen të kjo përparësit, mandej shumë shpesh përmenden ato mangësi, ta zëm, një vend i vogël, treg i vogël, nëse shi edhe stregu i Kosovës, po shumica kompanive nuk e shohin si të tillë, po e përmendin si të qoftë, edhe mandej ta zëm një fuqi punëtore e lirë, po jo me shumë kompetenca. Po plus tash nuk e di gradualisht se këtë planifikova me ty, ta zëm, kjo fuqia punëtore apo na ik gradualisht edhe në Gjermani edhe në vendet tjera të Evropës edhe ndoshta duhet me kriju strategji, kjo mundu me ndihmu që me nol. Sipas analizave, statistikave që i kemi pa, jo për kësaj punës, për punave tjera që i kom pas më herët me aspektin e migrimit, nuk ka një rritje të madhe të migrimit ndaj vendit. Normalisht që ka lëvizje edhe në këtë bota lëviz. Domethënë, edhe në rajon ka lëvizje ka gjatë maja trive. Nëse regjistrimi fundi nga tregoj që kemi hu për një asad, prej regjistrimit paraprak një 200.000 banor. Ka, domethënë ajo për një periudhë 11 vjeçare, ka, nuk po thonë që s'ka, mirë po, na duhet të shohim që t'i kthejmë, kënd mund t'a kthejmë, kush dën të kthehet, po dhe t'i mbajmë këta që janë këtu mrena. Këta që janë mrena i mbajmë me këto, me kësi lloj investimesh, sepse për shembull kur vinë këto kompani, i kërkojnë të trajnuar, po dhe nëse nuk janë të trajnuar, ata i trajnojnë enkas për qatë produktin e tyre. Për nevojat e kompanisë. Edhe vendin e punës domethënë ja u sigurojnë. Kështu që në një mënyrë ose tjetrën këtu piksoj veç ka hajër, edhe ka benefitet ndryshme. Kështu që unë e shoh si shumë pozitive faktin që kemi shumë të ri, që janë gatshëm edhe din gjuhë, po edhe i njohin teknologjitë, nuk janë të trajnuar, po letë trajnohen. Nuk është një fuqi punëtore që nuk adaptohet. Mirë, në fakt, e mboni përshtypja që përmendë për shumë, te e përmendë një rast specifik, po si është e përgjithshme, po duhet me të pyet që the, ka një investitor dhe kontakti me administratën, me doganën, me institucionet lokale qendrore është shumë i madh. Sa ka bürokraci realisht në krejt çdo zinxhir që kanë nevojë me i takuta, tu e nis prej komunës deri te qeveria dhe krejt agjenci tjera në mes. Ka pas një reformë ndër vite për bërë biznes, domethënë ne jemi dëshmitar që para disa viteve Kosova rangoi gjithmonë më mirë në atë indeksin botëror të doing business. Kështu që janë largu një seri e barierave të cilat kanë qenë më herët. Mirë po gjithmonë ka edhe daljen mandej edhe specifike për industri, po ka edhe iniciativa për reduktimin e barierave për kompanitë edhe ne jemi si OD, jemi pjesë e një grupit punus, një task forces me të cilën na bashkëpunojmë kuadrat institucione dhe mundohemi me identifiku çdo barierë që mundet me ekzistu.
me u largu sa ma let, normal duke i respektu lizet edhe regullat e Kosovës, po nëse është një barierë pa nevojshme, atëherë ajo duhet... Sa keni, nuk e ki ende ditët e para të këti mandati edhe të kësaj pozite, po sa keni të letë azëm edhe qasjen me ministrat e resorëve për kace? Unë përpos që jam i rinë këtë pozit, jam edhe në një kohë kur ende jemi në kërë institucionet. Po fati është që ma herët, sa ku mujtë me kuptu, kolegët e mi kanë pas qasje të mirë ndër vite me institucionet, sepse institucionet e Kosovës e kuptojnë rëndësinë, e kanë kuptu gjithmonë rëndësinë e investitorëve nga Gjermania, diasporës, por edhe të zhvillimit ekonomik. Kështu që edhe kur do që t'i kemi institucionet e reja, unë nuk dyshoj që do kemi ndonjë problem në qasje, sepse prej neve veç hajër ka. Kështu do dojmë me pas, realisht ka për shumë përfaqësues të disa odave që janë në Kosovë dhe thonë që takojmë atje edhe diskutojmë për mandej ato diskutimet besin aty. Se po nuk qëmë për para proceset. Kjo e para dhe po du me të pytë kur folëm edhe, mandej ma përbledh me një përgjigje, kur folëm edhe për këto procedura tjere bürokratike. Ka pas një farë përshtypje që për me dash me investu në Kosovë du të me gjithë dikë, ati dikujt me edhon një përqindje, me edhon, se me thonë, dishka, ryshvet, me korruptu me fjallë të tjera. Se me thonë, a është perceptim, a është realitet, a është e kalume, a ndodhë realisht, si është që kjo aspekt? Unë besoj që ka qenë edhe, do më thonë, është, sigurisht është një kombinimit të gjitha këtyne faktorëve që i përmenë edhe ti. Mirë po, këto duhet, do më thonë, nëse është korupcion, ajo është vepër penale. Nëse ka do një pengese pa legjshme dhe ajo adresohet, këto duhet me adresu. Kjo është e mira jonë që na jemi me një mënyrë edhe avokojmë për këto kompani. Nëse ata hasin në kësi probleme, na jemi ata që mundemi me marë që është me quë ma lartë. Normal, jo në prokurërie, sa nëse s'jena na asi trupi mirë, po na s'paku me ngritë si shtetësim mundemi, tash nëse balafaqomi me situata tila, sigurisht që nuk do rrim dur kryqë dhe do i mbrojmë interesat e vendit, sepse mbi gjitha, nëse një investitor largohet, friksohet ose kërkohet diçka, vendit dëmtojë. Sa investitor fundit shkon në Macedoni, ose shkon në Serbi, ose shkon dikun tjetër. Edhe ne, do më thonë, ne e psojna, ne si Kosovë. Kështu që edhe për këti aspektet e shohim si tilë edhe si tilë do të trajtojna. Sa do shta me thonë ma herët që një të mirë që e kemi, ose një mundësit mirë që e kemi, që e kanë edhe vendet tjera, po e ka Kosova është edhe marrëveshja për stabilizim asociem, EFTA që kemi nënshkru tash rishtazi, kemi edhe marrëveshje bilaterale me shtetet ndryshme të BE-s edhe më largë. Edhe, do më thonë, këto nga mundësojnë që t'jemi koqa konkurus, produktet e Kosovës me qenë konkurus në tërezjet evropiane. Edhe që pëndroj produktet e Kosovës, sigurisht, edhe si mazh, edhe si produkt, edhe si kualitet. Edhe që kompani tona ka ngrit kapacitet. Me tonë vërtetën, unë jam konfillu me vizitu disa, edhe shumë përshtypjet mira kam në nivelin që kanë arrit kompani tona me prodhu. Edhe diçka për fund, Besnik, e di që sigurisht gjithmonë flasim për një potencial të jashtëzakonshëm që e kemi të bashkëdhëtarëve tonë. Kur po flasim me që i përfaqësoni bizneset e Gjermanisë, kur po flasim për Gjermaninë, për shembull ka mira, po them biznese atje që janë edhe të vogla, edhe të mesme, edhe super të mëdha që vërtet janë jashtëzakonisht mirë të stabilizuara. A shihni potencial të ato biznese, edhe çysh me arrit që ata bashkë eventualisht me partnerët e tyre gjerman me ardhmë drejt Kosovës? Shumë pyetje e mirë. Ashtu çysh thash edhe më herët, ne domethënë nëpërmes këtyne panajireve që mahen për Gjermani, ne marim pjesë dhe promovojnë Kosovën zbashku me agencionet, institucionet kosovare, për edhe me bizneset tona. Ne, për shembull, kemi majtë ma shumë se 40 evente në vit për promovimin e potencialit, veç vitin e kaluar. Edhe si vjet kemi fillu me to. Në fillim majtë kemi një kompani kosovare cila është duke promovu vetën, produktet e veta në një panajer në Minhen. Kemi bashkëpunim gjithashtu me i thojnë si motra, oda si motra në Gjermani, i thojnë IHK dhe janë të shpërndajen
në 80 vende në për Gjermani, na me to kemi bashkëpunim. Gjithashtu në përmes bashkëpunëtorëve Gjerman që i kemi këtu për shembull Gizin ose ITP-ja që është në Prizren, ne e bojmë promovimin e atyre vendeve, po edhe të Kosovës në përgjithësi, dhe mundohemi me i tërheq investitorët Gjerman në Kosovë. Edhe treta që është shumë e rëndësishme që e përmendëm edhe më herët është diaspora jonë. Edhe njerë po e përmeni, ata janë pjesa më e mirë e kësaj historisë, sepse ata e kanë fitu, ata janë të mirë të integrum, e kanë fitu besimin të Gjerman, të kompanitë Gjermane me cilë bashkëpunojnë, edhe ne i ftojmë domethënë me ardhë në Kosovë me investu, ne veç kemi të shtunën u hap një bankë digitale e Kosovës e cila gjithashtu është partner i odës ekonomike, është një investim prej diasporës tonë në Gjermani, privati grup të cilët kanë ardhur me investu në Kosovë, e tjera, domthonë kemi kësi histori të suksesit të cilat edhe ne do mundohemi me i promovu sa ma shumë. Shumë optimiste këtë si intervistë mu duk besnik edhe po i përmend vërtet disa raste që shpesh unë them nga rehatia kulturës tonë atje kur ulim në shtëpi tona me pa televizor ose me pa këto lajme që shpesh dominojnë lajmet jo të mira nëpër media tona, themi s'ka kur gjë në Kosovë. Realisht kur e prek terrenin, kur i përmend këto shembuj entuziazmosh edhe thu ja ku janë shembujt e mirë. Unë jam shumë optimist me të thonë të vërtetën. Normalisht që kemi të lashe, edhe mirë, po nëse nuk kemi optimist, nëse nuk kemi duke shiqu për para, po gjithmonë këshyri mrapa atëherë kena me stagnu në një vend. Edhe ne si shoqëri duhemi diskursin pak ta kemi ndoshta ma pozitiv. Unë po besoj që dhe terreni ta ka dhënë që të optimizëm. Fakti që ke vizitu disa kompani, ke taku njerëz, edhe thjesht ishe edhe bizneset e tyne, investimet e tyne dhe potencialin që kanë. Unë këto 2 javë jam punë gati deri në 10 natës, ditën me orar të rregull, pastaj në mramje të vizitu, të marrë pjesë. Është një gjallëni e madhe e cila nuk po shihet prej jashtë, po kur hynë mrena, edhe kur ti merr ftesat, bëhet hapja e kësaj fabrikës, bëhet promovimi i këtij produkti të ri në Kosovë, janë nisë shet, domethënë çfarë potenciali edhe çfarë ka ndodhur në realitet. Mirë, shumë mirë, faleminderit që solle këtë intervistë, më thonë, edhe këtë entuziazëm edhe të ne, edhe faleminderit që na ke zgjedhur vërtet neve me orë në paraqitjen e parë, por shpresoj me pas disa intervista të tjera dhe me fol gjithmonë për suksese besnik. Dera jonë në do është të hapën edhe për RTK-n, po edhe për këtë mediumet, kështu që gradualisht me gjitha do të kemi bashkëpunim, po me RTK-n e kemi si mangat zemrës, është televizion kombëtar edhe nacional dhe paguhet për taksave të shqiptarëve. Edhe ne kemi për obligim me i përmend edhe me ju përcjell patjetër. Shumë faleminderit, edhe të shkof barë ky mandat. Sa e ke mandatin? 4 vjet? 3 vjet të kam. 3 vjet, po mandi. Këtu jemi. Këtu jemi se 3 vjet janë veç fillimi, kam përshtypjen.